Aktoria e serialit Shtëpiake të dëshpëruara, Valerie Mahafej, ndron jetë në moshën 71 vjeçare. Në vitin 1992, Mahafej fitoi një çmim Emmy në kohën më të mirë për aktoren më të mirë në një serial drama për portretizimin e saj të Evës në komedinë e errët amerikane Northern Exposure. Aktoria fituese e çmimit Emmy, Valerie Mahafej, ka ndruar jetë në moshën 71 vjeçare, ka konfirmuar familja e saj. Publicisti Mahafej konfirmoi se ylli vdiq në Kaliforni të premten pasi u diagnostikua me kancer. Mahafej ishte e njohur për punën e saj në seriale televizive, duke përfshirë Shtëpiake të dëshpëruara, Young Sheldon dhe Big Sky. Në një deklaratë të dhënë për Variety, bashkëshorti i Mahafej, Joseph Kell, tha se kishte humbur dashurinë e jetës dhe se Amerika ka humbur një nga aktorët e saj më tërheqëse. Në Facebook, vajza e çiftit Alice shkroi: "Nuk kam fjalë për të thënë tani. Kanceri është i tmerrshëm. Do të kërkoj në të gjitha momentet e bukura të jetës. E di që aty do të jesh." Në vitin 1992, Mahafej fitoi një çmim Emmy në kohën më të mirë për aktoren më të mirë në një serial drama për portretizimin e saj të Evës në komedinë e errët amerikane Northern Exposure. Suksesi i saj në shfaqjet më të mira erdhi pas një çmimi Emmy gjatë ditës në dekadën e kaluar për rolin e saj në The Doctors, një telenovel që u transmetua nga viti 1979 deri në vitin 1981. Në serialin Shtëpiake të dëshpëruara, roli i saj i paharrueshëm si Alma Hodge, ish gruaja manipuluese e Orson Hodge, e bëri të shfaqej në serialin e mbushur me drama Wisteria Lane për 8 episode. Ajo gjithashtu u shfaq si mësuesja Victoria në Young Sheldon, një vazhdim i Big Bang Theory që përqendrohet në edukimin e yllit kryesor të shfaqjes, Sheldon Cooper.